تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد në biidhnillahi ta'ala do vazhdojmë në këtë libër madhështor al-Muharrar fil Hadith të autorit Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah, dhe jemi te kapitulli ku thot autori babu sujudit tilawati wa shukr, do të thonë kapitulli i sejdës dhe sejdës e leximit dhe e falënderimit. Sejdja e leximit dhe e falënderimit, do të thonë ku bëhet shkaku i sejdës leximi i disa ajeteve ose mirënjohje, shfaqja e mirënjohjes dhe falënderim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe padyshim domethënë edhe këtu jemi ala domethënë në autori rahimahullah përmend hadithet që ndërlidhen domethënë me disa rregulla rreth namazit. Që këtu është domethënë çështja e sejdës të leximit dhe të falënderimit. Dhe thot Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah në shpjegimin e tij të kësaj pjese se në Kur'an, në librin Allahu subhanahu wa taala ka 15 vende, 15 ajete ku është mirë, e preferuar, e pëlqyer që robi dhe robëresha po ashtu domethënë me ra në sejdë. 10 prej ato 15 ajete, për 10 ajete janë domethënë dietarët të unifikuar. Kurse për 5 të tjerë domethënë ka khilaf, por thot Sheikh Abadi hafidhahullah, ajo që është e sakt, e sahih, që edhe ato 5 janë domethënë të vërtetuara nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe hadithin e parë që përmend këtu autori Ibn Abdul Hadi rahimahullah, që është në renditje 354, thot an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha qara ibn Adam as-sajda fasajada i'tazala ash-shaytanu yabki yaqul ya waylah umira ibn Adam bis-sujud fasajada wa lahu al-janna wa umirtu bis-sujudi fa abaytu faliya an-nar. Rawahu Muslim. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon kur lexon biri i Ademit një ajet ku ka sejdë, ai bën sejdë, fa sajada, atëherë domethënë shejtani vetmohet ose izolohet dhe vajton, çan. Yaqul ya wayla, njerë për mua, biri i Ademit u urdhërua me me ra në sejdë dhe ra në sejdë. E çoj domethënë në vend këtë urdhër. Dhe u urdhërova dhe unë po ashtu me ra në sejdë dhe refuzova. Dhe mua më takon atëherë zjarri. Këtu i'tazala shejtanu yabki, domethënë vetmohet dhe fillon të vajton me çajt. Ky vajtim ose të çajturit nga ana e shejtanit nuk është vajtim i pendimit ose keqardhjes për atë që i ka tit, por është vajtim i zilis dhe humbjes. Se dikush më ka çajt. Për çka ka çajt? Jo ka çajt, domethënë jo se ndjen keqardhje që nuk e ka zbatuar urdhrin e Allahut subhanahu wa taala dhe do me u pendu. Jo. Kjo keqardhje është keqardhje domethënë dhe të vajturit e humbjes dhe zilis ndaj bijave të Ademit, ndaj bijave domethënë të Ademit.
Dhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah se ky hadith është argument i qartë për sejdën e leximit, se është sunnet, thot shehu, është sunnet në lidhje me ai i cili lexon dhe ai i cili dëgjon po ashtu. Do vim domethënë tash në vim domethënë këtu ka disa rregulla që nëse dikush lexon një ajet prej ajeteve ku ka sejdë, a është ajo në namaz ose jashtë namazit, atëherë është e ligjshme edhe për atë i cili e dëgjon atë me shku në sejdë. Me shku në sejdë dhe ajo është vetëm një sejdë. Një. Jo me kuptu domethënë sejdë në atë kuptimin i përgjithshëm që do t'i bësh dy. Është qëllimi domethënë në një sejdë dhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, dhikrin që e bën njeriu domethënë në atë sejdë është domethënë sikurse edhe dhikri në sejdë të tjera domethënë duke thënë subhana rabbiyal a'la 3 herë ose mundet edhe 5 herë. Mundet domethënë edhe 5 herë dhe mundet edhe 10 herë me thënë. Mundet edhe 10 herë. Pastaj sa i përket çështjes së sugjudet tilawa, sejdja e leximit, disa prej dietarëve domethënë kanë thonë se ajo bëhet vetëm në namazet që janë me z. Sepse nëse bën imami sejdë në namazin që nuk është me z, kjo mundet domethënë me ngatru xhamatin, ato që falen pas atij, dhe që mos din tash çka të veprojnë. Po Sheikh Zejdi rahimahullah thotë se nuk ka këtu ky lloj këndvështrim, nuk ka vend. Që me thonë se është e papëlqyer në namazin që falet pa z. Po edhe aty domethënë është e ligjshme. Edhe aty domethënë është e ligjshme dhe po ashtu thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, është e ligjshme gjatë kësaj sejdës që të bësh tekbir. Tekbir kur shkon në sejdë dhe tekbir kur ngritesh pastaj lart. Se ka mendim domethënë kur vjen te ajo pjesa e sejdës vetëm shkon poshtë. Por kjo domethënë ata që nuk e shohin imamin munden me ngatru dhe me shkaktu probleme dhe ngatresa dhe huti dhe pasiguri, prandaj domethënë thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, është më e mira domethënë që njeriu kur mrin te ai ajet ku ka sejdë dhe don me e bë sejdën, që është prej sunnetit dhe është gjë e vlefshme dhe me shpërblim të madh, atëherë e bën domethënë tekbirin, Allahu Akbar, shkon në sujud direkt dhe pastaj ngritet lart prap duke thënë Allahu Akbar duke thënë. Pastaj sa i përket thot Sheikh Zejdi rahimahullah, kushtëzimi i pastërtisë, jashtë namazit flasim këtu, a është kusht për njeriu që kur e bën sejdën e falënderimit që do vim dhe sejdën e leximit, a e ka për kusht që domethënë me pas abdest. Katër medhhepet e kanë mendimin se është kusht me pas abdest, sepse llogarisin si lloj namaz. Edhe prej dietarëve bashkohor, Imam Fauzani hafidhahullah, po ashtu ka mendimin domethënë se është kusht me pas abdest për sejdën e shukrit dhe sejdën e leximit. Por Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, dhe këtë mendim e ka edhe këtu Sheikh Zejdi rahimahullah, dhe prej dietarëve tjerë është po ashtu edhe Imam Ibn Bazi rahimahullah dhe Imam Uthaymin rahimahullah, se nuk është kusht. Flasim jashtë namazit. Jo tash me kuptu dikush është të fol brenda namazit. Namazit si namaz e kushtozon pastërtinë. Po u prish pastërtia, ti e ke prish namazin. Këtu flasim domethënë jashtë namazit. Ke fillu të lexosh Kur'an dhe vjen domethënë të ato vendet ku ka sejdë. Atëherë, a është kusht ose nuk është kusht? Mendimi i saktë është që nuk është kusht.
por nëse dikush e sheh këtë si kusht, edhe mbështetet domethënë te fjalëve të dietarëve të mëdhej, atëherë s'ka problem këtu. Çështja është e gjerë. Çështja ka domethënë gjërsi, çështja ka domethënë gjërsi. Dhe Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, dhe po është edhe një rivajet domethënë të Imam Ahmedit është se sejdja e tilawës, e leximit, është wajib. Domethënë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, sepse këtu te hadithi thot umira ibn Adam bis sujud fa sajada. Umira është urdhëruar birja Ademit me ranën sejdë dhe e bëri sejdën. Umira është urdhëruar. Në bazë të kësaj domethënë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, po ashtu Imam Ahmedi në një rivajet prej tij thonë se është sejdatu tilawa është wajib, por gjumhuri domethënë e thonë se është mustahab, është e pëlqyer. Po e bëne, kesh problem, po nuk e bëne domethënë s'ka gjë. Pastaj hadithi i radhës 355 thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah an Ibn Abbas radiyallahu anhuma قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه البخاري. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma transmeton dhe tregon se suratu Sad, dhe këtu thot Sheikh Zeidi rahimullah, domethënë te pjesa ku Allahu subhanahu wa taala tregon për Davud alayhi salatu wassalam, a ka sejdë a nuk ka sejdë. Thot Abdullah ibn Abbas, nuk ka sejdë, edhe pse e kam parë pejgamberin alayhi salatu wassalam duke ra domethënë në sejdë, dhe thot Sheikh Zeidi rahimullah, edhe me që se ka ikhtilaf për këtë, se thanë ato 5 vende që ka khilaf, por Sheikh Zeidi rahimullah thot, megjithatë e vërteta dhe sakta është edhe te kjo pjesë domethënë është e ligjshme që njeriu domethënë me shku në sejdë, Edhe ata domethënë që e dëgjojnë, edhe ata domethënë shkojnë në sujud. Pastaj hadithi tjetër 356 an Abi Huraira radhiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان متفق عليه. Tregon Abu Huraira radhiyallahu anhu, e tregon sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në leximin e sureve për namazin e fexhrit në ditën e xumas. Se në reqatin e parë lexonte pejgamberi alayhi salatu wasallam suratu Sejdë, dhe aty ka sejdë, pastaj suratul Insan, dhe aty domethënë te suratul Insan domethënë shkonte pejgamberi alayhi salatu wasallam në sujud. Shkonte domethënë në sujud. Dhe thot Imam Ahmedi rahimahullah e sheh domethënë se si të ligjshme, se e lejume, se lejohet domethënë sujudu tilawa, sejdja e leximit në namazin domethënë i cili falet me z, e jo namazi domethënë që falet pa z. Kurse Imam Shafi'i rahimahullah thot është e njëjtë, a e fal me z ose pa z, mundet me shku domethënë në sujud. Kurse Imam Malik rahimahullah nuk e pëlqen bërjen e sejdës gjatë namazit, në përgjithësi, në mënyrë domethënë të përgjithshme. Nuk e sheh domethënë të pëlqyer bërjen e sejdës domethënë gjatë namazit. Por ajo që është e saktë se është e ligjshme. Edhe në namazin me z, edhe namazin pa z, si tha domethënë në Sheikh Zeidi rahimahullah. Dhe merr shpërblim domethënë njeriu shpërblim madhështor. Sepse thot Sheikh Zeidi, në bërjen e sejdës njeriu e shfaq
bindjen e tij ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe po ashtu tregon ose shfaq kundërshtim ndaj shejtanit dhe ndaj rrugës së tij, sepse atij t'i është urdhëruar me bë sejdë të respektit ndaj Ademit alayhi salatu wassalam, por ai refuzoi një gjë e tillë. Se thot Allahu subhanahu wa taala: "Fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istakbara wa kana min al-kafirin." Të gjitha domethënë melaqet ranë në sejdë, për vetëm se iblisi, i cili u tregua me ndjemadh, arrogant dhe ishte prej mohuesve, prej qafirave. Thot Sheikh Zedi, çka e çoi iblisin la'anahullah që mos me ra në sejdë respektit ndaj Ademit alayhi salatu wassalam, ishte domethënë arroganca e tij dhe zilia. Arroganca ndaj Allahut dhe zilia ndaj Ademit alayhi salatu wassalam për shkak asaj që Allahu Teala i dhuroi atij dije, njohuri, edhe i dha përparësi edhe ndaj melaqeve. Dhe këtu domethënë iblisi e kapi zilia ndaj Ademit alayhi salatu wassalam. Pastaj hadithi i radhës, an Zeid ibn Thabit radiallahu anhu qal: "Qara'tu ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wan-najm falam yasjud fiha", muttafaqun alayh. Thot Zeidi radiallahu anhu se ja lexova pejgamberit sallallahu alayhi wa sallam suratun Najm, që ka në atë sure sejdë, por falam yasjud fiha, nuk bëri sejdë. Këtu, djetarat e marrin këtë pjesë të hadithit, se kur lexuesi nuk bën sejdë, edhe dëgjuesi nuk e bën. Edhe nëse ka sejdë. Domethënë nëse bën lexuesi, atëherë bën edhe ai i cili dëgjon. Këtu flasim jashtë namazit. Se kjo nuk paramendohet që Zeidi e ka pri pejgamberin alayhi salatu wasalam në namaz. Por kjo është jashtë namazit. Jashtë namazit e ka lexuar domethënë suratun Najm dhe nuk ka bë sejdë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe do vim tash hadithi i radhës më një herë, dhe kjo është garantitja e bukur të autorit rahimahullah, që prapë te suratun Najm ka ra pejgamberi alayhi salatu wasallam në sujud. Edhe kanë thënë dietarët se kjo kuptohet domethënë që një herë ka bërë, një herë ka lënë, që me na dhënë ta kuptojmë domethënë se një gjë e tillë është e pëlqyer bërjen e sejdë, e nuk është wajib e domosdoshme. Se përndryshe nëse kishte bërë pejgamberi alayhi salatu wasalam në mënyrë të vazhdueshme, atëherë do të kuptuar një gjë e tillë domethënë se është obligim, se është detyrë ta bëjnë muslimanët. Dhe hadithi radhës an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sajada bin najm وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، رواه البخاري. وقال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma tregon se pejgamberi alayhi salatu wasalam kur e lexoi suratun Najm, shkoi në sejdë, ra në sejdë, dhe me të shkuan në sejdë edhe muslimanët, edhe mushrikët, i dhujtarët, edhe gjindët, edhe njerëzit. Edhe gjindët, edhe njerëzit. Këtë transmeton domethënë Imam al-Bukhari rahimahullah, dhe këtu këtë pjesë domethënë e ka sjell Ibn Abdul Hadi rahimahullah këtë hadith, që me tregu domethënë se pastërtia jashtë namazit nuk është kusht për sejdën e leximit. Se nuk është e mundshme domethënë që gjithë ato që kanë qenë në mënyrë spontane në atë mexhlis, që gjithë ato musliman me pas abdest. E pastaj edhe mushrikun, a mushrikët i dhujtarët janë nejis, janë të papastër. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah pyesin këtu në shpjegimin e tij, po si ka mundësi mushrikët? Thot Allahu e ka bërë atë gjë. Që edhe mushrikët domethënë kur i kanë dëgjuar ato ajete mahnitse, aq shumë janë mahnitur që kur kanë ra muslimanat në sejdë, edhe ato kanë shku në sejdë. Edhe Imam el-Bukhari e bën një shtojc në fund të transmetimit të këtij hadithit, kana Ibn Umar yasjud ala ghairi wudu'in.
do të thonë Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma e bënte sujud e tilawa, sujud sejdë e leximit, do të thonë duke qenë, do të thonë pa abdest. Do të thonë Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma e praktikonte një gjë të tillë, që jashtë namazit, do të thonë, kur e lexonte një ajet për ajeteve ku ka sejdë, shkonte në sejdë pa me pas, do të thonë, në abdest. Pa me pas, do të thonë, abdest. Edhe megjithatë, siç e tham, do të thonë, 4 dietarët të medhhepeve, a'immatul arba', imamllarat e 4 medhhepeve e kushtëzojnë. Edhe nëse është jashtë namazit, thonë domethënë se është hyn domethënë sejdja, hyn domethënë në kuptimin e namazit. Dhe me që se hyn në kuptimin e namazit, atëherë kushtëzohet domethënë me pas robi ose roboresha domethënë me pas abdest. Por e saktë është domethënë që nuk është kusht që njeriu me pas abdest, po nëse ka abdestin aq edhe më mirë. Mos e kuptojmë tash se s'bën me marr abdest. Jo, bën me pas abdest. Kjo është edhe më mirë. Atëherë ti del prej khilafit nga mosmarrveshja. I e domethënë në anën e sigurt. Barakallahu fikum. Thot Sheikh Zeid rahimullahu, walakin in amkanahu at-tathhir lahuma fa huwa ahsan. Do thonë nëse i mundsohet atit që me pas që me qenë domethënë në gjendje të pastër, domethënë duke pas abdest për sejdën e leximit dhe të falënderimit, fa huwa hasan, është domethënë mirë. Është domethënë mirë dhe domethënë më sigurt. Pastaj hadithi i radhës عن خالد بن معدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين. Khalid ibn Ma'dan, që transmeton këtë transmetim, edhe realisht domethënë ky hadith është hadith i dobët për shkak se ka ndërprerje në sinxhirin e tij, sepse Khalid ibn Ma'dan nuk është sahabi, por është tabi'i. Edhe pa tjetër, domethënë tabi'i është i kushtëzuar me tregu nga kën e ka marrë këtë hadith. Këtu ai nuk e përmend. Nga Khalid ibn Ma'dan, direkt nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Atëherë domethënë në bazë të kësaj ka sinxhirin ndërprerje dhe hadithi është i dobët. Sa me qenë domethënë madhështia e atij dietarit. Nuk vlen këtu domethënë vlera dhe pozita. Pa tjetër ai është domethënë i detyruar me përmend sahabiun. Për ndryshe domethënë nuk pranohet hadithi. Nuk ka hatër këtu. Jo po ky që ka burimir, jo po ky që ka i devotshëm, jo po ky ka takfallok. Jo takfallokun për veten tënde. Devotshmërinë për veten tënde. Salih fi nafsihi, tayyib fi nafsihi. Këtu kërkohet domethënë sillesh argumente. Për ndryshe nuk pranohet. Edhe kështu është mbrojtur kjo fe Allahu subhanahu wa taala. Jo me hatër. S'ka hatër domethënë në çështjen e fesë sa Allahu subhanahu wa taala. Megjithatë është thënë domethënë se Suratul Hajj domethënë ka një vlerë domethënë të veçantë ndërmjet sureve të tjera për shkak se në atë sure ka 2 ajete domethënë që kanë sejdë. Sejdatu tilawa, sejdja e leximit. Shkaku domethënë këtyre 2 ajeteve e ka ajo domethënë këtë vlerë të veçantë. Sa i përket ajetit të parë që është në fillim të surës, nuk ka khilaf. Se është domethënë vend ku bëhet sejdë. Sa i përket domethënë pjesës së fundit të surës, aty domethënë ka khilaf. Megjithatë, mbas asaj që tha Sheikh Abadi hafidhahullah, në fillim edhe aty domethënë është e ligjshme të bëhet domethënë edhe Sheikh Zeidi rahimullah këtu thotë se ky hadithi aludon domethënë se në suratul Hajj ka domethënë 2 vende, 2 ajete ku është e ligjshme domethënë që njeriu me bë sejdë. Që me fitua domethënë shpërblim dhe vlerë madhështore. E nëse nuk e bën, thotë Sheikh Zeid rahimullah, nuk ka mëkat. Pastaj hadithi radhës 360 an Ata ibn Mayna an Abi Huraira radhiyallahu anhu قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك رواه مسلم. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se ram në sejdë,
ram në sejdë, do më thonë, me pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe kjo kuptohet, do thonë, në namaz. Në namaz, do më thonë, me za, ram në sejdë, kur e lexoi pejgamberi alayhi salatu wassalam, do thonë, idha as-sama'u shaqqat, suratu Inshiqaq dhe Iqra bismi rabbik. Që do thotë, do më thonë, në këto dy sure ka, do më thonë, ajete ku bëhet, do më thonë, në sejdë, ku bëhet, do më thonë, sejdë. Këtu e sjell Ibn Abdul Hadi rahimahullah këtë hadith që sinon diçka shumë ma thellë, sepse disa prej dietarëve kanë thënë ato sejdët në sure të shkurtra që vinë pas sura Qaf deri te suratu, domethënë Nas, janë të anuluara. Domethënë, disa prej dietarëve thonë se në surat e shkurtra nuk ka sejdatu tilawa, sejdja e leximit. Por kjo ka qenë në periudhën mekase dhe pastaj në Medinë është abroguar, është anuluar. Kurse këtu Ibn Abdul Hadi, dhe kjo shihet domethënë zgjuarësia e madhe e dietarëve. Ai e sjell bash hadithin e Ebu Hurejrës. Transmetuesi është Ebu Hurejra, që aludon për dietarin e hadithit, ata që kuptojnë, se thot, po mirë nëse është ashtu, Ebu Hurejra kur është konvertuar në Islam, 4 vitet e fundit para se me vdek pejgamberi alayhis salam, që do thot se kjo një gjë e tillë e ka dëshmuar Ebu Hurejra radhiyallahu anhu në fund të jetës së pejgamberit alayhis salam. Atëherë do thot se nuk mundet të jenë kjo të abroguar, të anuluar, po vlen ala domethënë që mundet njeriu me shku në sejdë në ato sure domethënë të shkurtra ku ka domethënë ajete për sujud e tilawa. Të shkoni këtë logjik të këtyre dietarëve. Allahu i mëshiroft. Prandaj do më thonë, edhe sujud e tilawa, sejdja e leximit në ato surat e fundit, se është e ligjshme, kjo është do më thonë, ose kjo është medhepi i xhumhurit. Do thonë, xhumhuri nuk e kanë mendimin se një gjë e tillë është anuluar, jo. Po, vlen ala do më thonë dhe vazhdon. Pastaj, edhe sa i përket sejdë të tilawa, ose sujud e tilawa, jashtë namazit flasim, nuk kushtëzohet drejtimi i kibles. Nuk është kusht të drejtohesh në drejtim të kibles. Edhe është vetëm një sejdë. Dhe bon tekbirin në fillim, dhe në fund do më thonë në prap bon tekbir. Ato dietar, xhumhur, do thonë këtu 4 imamlarë të medhhepeve, ata që thonë se kjo sejdja hyn në kuptimin e namazit, ata thonë edhe jashtë namazit, e bon tekbirin, shkon në sejdë, brap bon tekbirin, qohesh prej sejdës, ulesh dhe jep 2 selame. Ja Abdullah. 2 selame. Pa me botë shehut. A jam i qartë? Se pas ta më kritikon. Do më thonë, kjo do më thonë, bas të mendimit do më thonë, nëse ti e merë se sejdja e ka kuptimin e namazit. Atër edhe, kur e bon jashtë namazit, bon tekbir, shkon sujud, prapë bon tekbir, kthehesh, ulesh, pa me botë shahut, jep selam. 2 selame, do thonë, teslimet hejnë, në të djathtën dhe në të majtën. Po kjo nëse, si thamë do më thonë, e shohim nga aspekti, nga këndvështrimi se, është do më thonë me kuptimin e namazit. Pastaj, hadithi radhës 361, an Alijin radiyallahu anhu qal, ana ata'ajjab men haddathani la yazjudu fil mufassal. Thot Aliu radiyallahu anhu, unë çuditem nga një njeri i cili më ka thonë se nuk bëj sejdë te ato do më thonë në ajetet, te ato sure do më thonë të fundit, ose të shkurtra nga Qaf e deri te Nas. Do thonë unë çuditem, do thonë, si ka mundësi që ai mos me bë një gjë e tillë, mos me vepru. Sepse thot, kjo është në kundërshtim, thot Sheikh Zejdi, me atë që është e ligjshme.
Por themi, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, se ne do më thonë i justifikojmë ato dietar, edhe sa më kujtohet, e ka pas këtë mendim Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anhuma, se për ato surët të shkurtra janë të anuluara, ka vlet vetëm në kohën Mekase, pastaj jo në Medinë. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah, ne do më thonë i justifikojmë ata që ndoshta nuk u ka shku hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kështu do më thonë ka ndodhur një gjë e tillë, sepse ne vazhdojmë prapë kemi mendim të mirë për njerëzit me vlerë dhe njerëzit do më thonë të devotshmërisë. Pastaj hadithi i radhës, tash fillon me dy hadithet e fundit që i përmend Ibn Abdul Hadi rahimahullah në lidhje me sejdën e falënderimit e mirënjohjes dhe Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo sejdë bëhet domethënë, siç e thotë Sheikh Zejdi rahimahullah këtu, kur i vjen domethënë ndonjë mirësi njeriut, në veçanti në lidhje me të, ose ndonjë mirësi ose dhunti ndaj muslimanëve, me ndonjë fitore, ndonjë shpëtim e të ngjashme. Atëherë domethënë është e ligjshme sejdatu shukr, ose domethënë kur largohet ndonjë sprov. Si për shembull domethënë i shërohet ndonjë prej familjarëve të tij. Se për ndryshe domethënë e hub kjo kuptimin e saj. Ti nëse për çdo dhunti, sepse ti i jetu nga kur qohesh në mëngjes deri kur bën gjumë, ti non stop jetu domethënë dhuntit e Allahut. Atë duhet non stop të bish në sejdë. Po ti kët falënderim dhe mirënjohje ndaj Allahut Teala për këto dhunti të pandërprera, i jetu e bërë domethënë me bindjet si 5 vaktet e namazit, agjerimi, dhikri, sadakaja, zeqati, e kështu me radhë. Këto sejdë domethënë sejdatu shukr domethënë është për çështje domethënë të veçanta dhe që janë domethënë jo të përditshme. Edhe tash do shohim këtu domethënë hadithi 362 عن البراء رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن وليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدا ومن كان معه إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي فليعقب معه قال فكنت ممن عقب معه فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي رضي الله عنه وصفنا صفا واحدا ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت همدان جميعا فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان السلام على همدان. Ky hadith, që është në lidhje me meselen të sejdatu shukr nda Allahu subhanahu wa ta'ala, tregon el-Bara radiallahu anhu se pejgamberi alayhi salatu wassalam e dërgoi Khalid ibn Walidin në Yemen, që banorët e Yemenit t'i thras ai në Islam. Por ata nuk ju përgjigjen thirrjes së Khalidit radiallahu anhu. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam e dërgoi Aliun radiallahu anhu dhe e urdhëroi që ta kthejnë Khalidin dhe kush është me të në Medinë. Për vetëm se dikush që ka qenë me Khalidin dhe dëshiron me vazhdu me Aliun radiallahu anhu në Yemen. Dhe thotë el-Bara radiallahu anhu dhe isha unë pre atyre që vendosa të qëndroj me Aliun radiallahu anhu. Kur u afruam tek njerëzit, domethënë, erdhëm afër atyre, dolën, atëherë, çka bëri Aliu radiallahu anhu, na rreshtoi në një saf, edhe u fali me neve. Jo me fjalë me njëherë, shikoni domethënë, e filloi me namaz, që ata ta shohin domethënë se si falen muslimanët, si janë të unifikuar muslimanët në namazin e tyre. Se ne mundemi të mendojmë tash çish duhet flasim, ku duhet flasim, jo me namaz. Filloi domethënë thot, këtu domethënë wasaffana saffan wahidan, na rreshditi domethënë që një saf. Edhe thumma taqaddama baina aydina, edhe domethënë doli
doli pranë nesh, domethënë në fund të namazit, edhe u lexoi atyre letrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasi që dëgjuan letrën e pejgamberit alaihi salatu wasallam, që ishte thirrje në Islam, atëherë fa aslamat Hamadan jami'an. Ky fisi Hamadan u konvertua në Islam. I gjithë fisi, domethënë, Hamadan u konvertua në Islam. Atëherë Aliu radiallahu anhu u gëzua shumë. U gëzua shumë, domethënë, për faktin që ky fis i madh në Yemen u konvertua në Islam, e pranoi Islamin. Atëherë i shkruajti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam letër. I shkruajti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam letër ku e lajmëron e informon pejgamberin alaihi salatu wasalam për konvertimin e Hamadanit në Islam. Kur e lexoi pejgamberi alaihi salatu wasalam, kur e lexoi falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba kharra sajidan. Po ne e dim se pejgamberi alaihi salatu wasalam s'ka ditë me lexoj dhe me shkruajt. A është ashtu? Sipas Hadadive gënjeshtër e kolluar këtu. Po, do të thonë, kjo është logjika e Hadadive. Kjo është logjika e prishur, e shkatruar, do të thonë, e Hadadive. Do të thonë, falemma qara'a, edhe sot për kryetarit, ose kush do qoftë do një ministër, ku thot e lexoj letrën, nuk do thotë se ai vetë ka lexuar, dikush tjetër do shta sekretari, ose punëtorja ka lexuar. Kjo përdoret edhe sot kësaj dite. Ama Hadadit pse kanë, do të thonë, logjikën e tyre të ngushtë, të kufizuar, jo thonë, gënjeshtër është kjo. Të kapëm. Edhe kësi lloj, do të thonë, logjika të prishura e kanë prishur davetin selefi dosha për 2 dekada. Duke u marrë, do të thonë, në vend selefit të merren me libra, me ligjerime, duhet të angazhojnë selefit, do të thonë, me turlifar njerëz, do të thonë, të stërlodhur dhe të raskapitur. Pse? Ku është problemi dhe faji? Faji është që ata se s'kuptojnë, se kanë horizontin të ngushtë. Edhe mbas të horizontit të ngushtë që e kanë dhe të raskapitur dhe të ndryshkët, ata i gjykojnë, domethënë, në thirrësit selefi. Kur e lexoi pejgamberi alayhi salatu wassalam, ra në sejdë, kharra sajidan. Shkoi në sejdë pejgamberi alayhi salatu wassalam, domethënë e bëri këtu, kjo është shahid, ajo qëllimi i hadithit këtu. Aha, domethënë pejgamberi alayhi salatu wassalam e bëri sejdën e falënderimit. E bëni sejdën e falënderimit, domethënë, dhe pastaj kur thumma rafa'a ra'sahu, pastaj ngriti kokën e tij sallallahu alaihi wasallam dhe tha Assalamu ala Hamdan, paqja qoftë domethënë ndaj Hamadanit, paqja qoftë domethënë ndaj atij fisit Hamdan. Domethënë, ky hadith na tregon neve se është e lidhshme për çështje të tilla, domethënë, si këtu domethënë kur hyn një fis i madh ose edhe dikush, një person nëse hyn në Islam, atëherë domethënë është e lidhshme që ti domethënë të bësh sejdatu shukr, domethënë sejdë e falënderimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj hadithi i radhës 363 an Abi Aun al-Thaqafi an rajulin lam yusammi anna Abu Bakr radiyallahu anhu lamma ataahu fathu al-Yamama sajada. Këtu Abi Aun al-Thaqafi tregon nga një njeri që nuk e ka përmendur, edhe kjo prap aludon se ky hadith është i dobët. Që kur i erdhi Abu Bakrit radiyallahu anhu lajmi për hapjen për fitoren e Yamama dhe vrasja e Musejlem el-Kedhab, atëherë Abu Bekri radiallahu anhu për këtë lajm të madh ra në sejdë. Dhe një gjë e tillë domethënë është e vërtetuar edhe nga Omeri radiallahu anhu, po është edhe nga Aliu radiallahu anhu dhe po është edhe nga Ka'b ibn Malik radiallahu anhu. Dhe Ka'b ibn Malik e dimi historinë e tij domethënë për pendimin e tij kur u pendua dhe mas 50 ditë kur i erdhi lajmi duke qëndruar i vetmuar pas namazit të fexhit e kështu me radhë, e dëgjoi zërin domethënë duke thënë një njeri për gëzim o Ka'b ibn Malik. E kuptoi domethënë se Allahu Teala ja ka pranuar pendimin. Çka bëri aty? Fa kharra sajidan. Shkoi domethënë sejdë. Sejdatu shukr ndaj Allahut subhanahu wa taala. Domethënë këtë pjesë të Ka'b ibn Malik e marrin dietarë se dikush për dietarëve thonë se sejdatu shukr bëhet domethënë për çështje që i prekin të gjithë muslimanët. Çështje domethënë që janë amma të përgjithshme. A çështje që janë khasa nuk bëhet sejdatu shukr.
Por transmetimi i Ka'b ibn Malik, që ka qenë një dhuntin ndaj atit në veçantë në mënyrë specifike, kjo tregon domethënë se është domethënë e ligjshme sejdatu shukur për çështje domethënë që janë të përgjithshme dhe po ashtu edhe për çështje domethënë specifike që ndërlidhen me vet personin. Pastaj Ibn Abdul Hadi rahimullah fillon një kapitull tjetër, babu salatil jamaa, kapitulli namazi me xhamat. Kapitulli namazi me xhamat dhe ato çështje domethënë se ka në disa domethënë manuskripta është përmendur babu salatil jamaa wal imama. Domethënë kapitulli i namazit me xhamat dhe çështje që ndërlidhen me imamllokun ose me të qenurit imam në namaz. Hadithi i parë në këtë kapitull, që në renditje është 364, an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal salatul jama'ati afdal min salatil fadh bi 27 daraja, muttafaqun alayh. Në këtë hadith që transmeton Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma thotë se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam namazi me xhamat. Edhe këtu salatul jamaa, el jumhur, shumica e dietarëve kanë për qëllim do thonë salatul jamaa fil masjid. Jo salatul jamaa fi suq, në pazar, në treg, ose salatul jamaa fil bejt, në shtëpi. Salatul jamaa fil masjid. Namazi me xhamat është më mirë se namazi i cili e fal njeriu vet me 27 të shkallë. Domethënë me 27 shkallë është më mirë domethënë ai namaz i cili e fal njeriu me xhamat se sa ai namazi domethënë që e fal i vetëm, fedh. Domethënë munferit. Këtu 27 shkallë. A është për qëllim sa 27 namaze, që disa prej dietarëve thonë domethënë atë, që është për qëllim domethënë edhe këtë ka Qadhi Iyad wa Ibn Daqiq al-Eid rahimahumullah, që thonë domethënë këtu është domethënë bi mathabati salah, do thonë me shpërblimin e namazit, që do thotë domethënë sa 27 namaze. Kurse Sheikh Zeidi rahimahullah thotë edhe këtë domethënë Ibn Rajab rahimahullah e ka pasi mendim më të saktë, se këtu domethënë janë 27 shkallë që nuk dihet domethënë në mënyrë të saktë shpërblimi i tyre. Po janë 27 shkallë, jo sa 27 namaze. Jo sa 27 namaze. Pastaj edhe dy hadithe tjera që janë të njëjta do i përmendim. 365 في حديث أبي سعيد رضي الله عنه ب25 درجة رواه البخاري وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ب25 درجة متفق عليه. Ka një hadith tjetër të Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ku thot domethënë sa 25 shkallë. Edhe hadithi kjo është në Buhari dhe pastaj në Buhari dhe Muslim, prapë të Abu Hurairas radhiyallahu anhu sa 25 shkallë. Tash dikush mund të më thonë po si tash një 27 shkallë, pastaj do më thonë 25. Prej rregullave do më thonë kur përmenden dy numra të ndryshme, atëherë numri i vogël hyn te numri më i madh. Shumë e thjeshtë. Do më thonë përmendet na kund për shembull edhe në do më thonë në Sulh al-Hudaybiyah. Do më thonë marrëveshja e Hudaybiyas, po nuk e Bejatu Ridwan, ke Bejatu Ridwan, përmendet domethënë disa numra. Kanë qenë 1500 prej sahabëve, numër më të vogël. Sheikh Abadi hafidhahullah ka thënë kur e ka shpjeguar Sahih Muslim, të gjitha këto numra që janë më të vogla, hyn te ky numri që është më i lartë. Edhe këtu tash kemi dy numra. Një herë 27 shkallë, një herë 25 shkallë. Atëherë i bie kjo domethënë që numri më i vogël hyn në numrin domethënë që është më i madh. Përfshihet domethënë, është i përfshin. Kjo e para. Dhe e dyta thotë Sheikh Zeidi rahimahullah që bashkohen këto dy domethënë hadithe,
që dikush mundet me mendu tash, domethënë sipas logjikës të Hadadive, do thonë që kundërshtim është tash. Do thonë, me vërtet ata e kanë këtë logjik, domethënë. Me vërtet e kanë këtë lloj të menduarit, të logjikuarit. Sheikh Zejdi rahimullah thotë, ka mundësi që në fillim, një herë, ka treguar pejgamberi alayhi salatu wasallam se 25 shkallë janë. Pastaj i ka ardhur edhe një herë shpallje, ku i tregohet domethënë se shkallat janë rritur. Do thonë prej 25, 27. Edhe walillahi alhamd, çështja është domethënë e lehtë. Xhamat domethënë min al-jam' nga bashkimi. Nga aspekti gjuhësor, në arabisht duhet me qenë që me thënë dikujt xhamaa, 3 e ma shumë. 3 e sipër, xhamaa. Nga aspekti gjuhësor flasim. Kurse nga aspekti fetar, religios me thënë, atëherë 2 e sipër. Do thonë, kur falen 2 persona në xhami, ose dhe jashtë xhamis, llogaritet domethënë si xhamat. Llogaritet si xhamat dhe Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah thot se një gjë e tillë domethënë kur lidhen në namaz 2 persona e ma shumë domethënë, atëherë llogaritet domethënë si xhamaa dhe për këtë çështje nuk di doni khilaf, doni mospajtim. Që numri i xhamatit në namaz fillon domethënë nga 2 e sipër. Edhe pse nëse shohim domethënë nga aspekti gjuhësor, 3 e sipër, por këtu domethënë çështja fetare e gjykon atë çështjen gjuhësore. Edhe kjo kur flasim në arabisht, e jo shqipja jote. Edhe ku e di çfarë, tu e se ky si maqedonisht janë. As se vënëm në hesap, ose gjermanisht, ose ku e di çfarë. Këtu domethënë në arabisht po prap çështjet tekstet fetare e i gjykojnë domethënë ato çështje domethënë që janë nga aspekti gjuhësor. Edhe pastaj thonë, jo, kështu është, ashtu është. Edhe pastaj u dhimbet. Pastaj, ky shpërblim me 25 shkallë ose 27 shkallë vlen domethënë për burrat, jo gratë. Se gratë domethënë nga origjina, domethënë nuk e kanë për detyrë namazin me xhamat. Bile do e shohim tash në vazhdim këtu te hadithet që namazi i grave në shtëpitë e tyre është më mirë. Po nëse kërkon gruaja me shku në xhami ja Abdullah, atëherë duhet me lëshu. Edhe hadithi është Abdullah ibn Omerit, që nëse gratë domethënë duan të shkojnë, po vijnë ato kushtet dhe rregulla se si me shku. Dhe me këto 3 hadithe i ka sjell Ibn Abdul Hadi rahimullah që me tregu domethënë se namazi me xhamat për burrat është i ligjshëm dhe për këtë gjë janë të gjithë dietarët domethënë e Islamit e Sunetit në pajtueshmëri. Se namazi me xhamat domethënë për burrat është i ligjshëm, por kanë ra domethënë në mospajtim se si është gjykimi i namazi me xhamat. A është fars individual ose fars kolektiv? Se mendimi i parë është se është domethënë fardun ain, është fars domethënë individual. Mendimi i dytë është domethënë fard kifaja, është fars kolektiv. Nëse një pjesë të muslimanëve falin në xhami, atëherë bi nga pjesa tjetër. Mendimi i tretë është, edhe do shohim kush i ka ato mendime në vazhdim. Mendimi i tretë është innaha sunnatun muakkada. Sunneti i fortë, falja e namazit me xhamat në xhami. Dhe mendimi i katërt dhe i fundit është se falja e namazit me xhamat në xhami është kusht për saksinë e namazit. Dhe do shohim këtë ka mendim Sheikhul Islam ibn Taymija rahimahullah dhe e Dhahiria. Është kusht, përndryshe më thonë, kush e dëgjon, do e shohim tash në vazhdim, kush e dëgjon ezanin dhe nuk i përgjigjet, atëherë është, nëse nuk shon në xhami, nuk ka namaz sikurse. Sepse është kusht. Do të thonë, shart li sihhati salah.
është do të thonë kusht për saktësinë e namazit. Por ajo që është gjumhuri, pjesa dërmuese të dietarëve, se është fardun ain. Është fard ain, edhe këtë mendime ka domethënë edhe për dietarëve bashkohor si Imam Ibn Baz, Imam Uthemini, Imam El-Fauzani e kështu me radhë. Që është domethënë fard ain, që njeriu nëse e fal namazin në shtëpinë e tij, duke e dëgjuar ezanin, dhe do shohim se është janë kushtet dhe rregullat për dëgjimin e ezanit, nëse e fal në shtëpinë e tij, duke e dëgjuar ezanin, atëherë namazi i tij është i sakt, por ai domethënë është mëkatar. Ka bën mëkat. Kjo është domethënë kur e lën ti farzin. Që nëse e bën, shpërblehesh. Nëse e lën domethënë ke marr mëkat. Sepse duhet ta dim domethënë se Allahu subhanahu wa taala u ka bërë obligim namazin me xhamat ata që luftojnë gjatë luftës. Që ta kuptojë domethënë ti tash vlerën e namazit me xhamat. Allahu Teala u ka bërë obligim muslimanëve namazin me xhamat duke qenë në fushbete. Pra më thonë, në fushbeteje. Prapë domethënë u ka bërë domethënë që ta falin namazin me xhamat dhe këtë mendim domethënë e kanë Ali radiallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu dhe sahabët ridwanullahi alejhim ishin shumë të përkushtuar në namazin me xhamat edhe në raste kur ishin të smur. Edhe Abdullah ibn Umi Mektumi radiallahu anhu i erdhi pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe i tha se un jam i verbër dhe s'kam kush të më dërgojnë në xhami, kush të vjen me mua. Atëherë i tha, a e dëgjon ezanin? Tha po. I tha, fa ajib, përgjigju ezanit. Fa ajib, përgjigju ezanit. Po tash do shohim domethënë si është domethënë ajo përgjigjja e ezanit. Dhe këtu te këto tre hadithe që i ka përmend Ibn Abdul Hadi rahimullah, salatul jamaati afdal min salatil fadh bi 27 daraja. Këtu tregon vetë në hadith se namazi me xhamat në xhami është më mirë 27 shkallë se sa namazi duke falur njeriu vetë. Që do thotë domethënë se i vërtetohet atij, nuk i mohohet namazi si namaz, ai që e fal vetë. Po ai ka një daraja. Thotë Sheikh Zejdi rahimullah, ka thënë Sheikh Hafidh al-Hakimi rahimullah, si mundet njeriu i mençur që ka mençuri të mjaftohet për veten e tij me një shkallë, edhe ti ikin aty 27 shkallë. Si është domethënë kjo? Domethënë njeriu i mençur e kërkon maksimumin, e kërkon domethënë kulminacionin. Edhe do shohim tash në vazhdim. Prandaj, domethënë ajo është më e sakta që ai që dëgjon ezanin dhe nuk shkon, është domethënë athim, ka mëkat. Por namazi i tij domethënë është i sakt. Namazi i tij domethënë është i sakt. Pastaj hadithi i radhës që tregon domethënë obligueshmërinë e namazit, hadithi 367. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيدي لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء رواه البخاري. Këtu hadithi e Abu Hurajras radiallahu anhu që e transmeton ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, kisha dasht të mbledh dru të thata, hatab, domethënë dru të thata që ndizen shpejt. Pastaj të urdhëroj që të thirret ezani për namazin, pastaj të urdhëroj dikën me i prim muslimanët në namaz, kurse unë me dal dhe të shkoj domethënë te disa njerëz, te disa burra dhe t'u ndjes atyrve shtëpiat. Shkaku se nuk vinë domethënë në namazin me xhamat. Edhe një gjë e tillë thotë Sheikh Zejdi rahimullah, kur ndodh domethënë, edhe vet fakti thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, që ka dash pejgamberi alayhi salatu wasalam me bën një gjë e tillë,
dhe nuk e ka bërë, e tregon domethënë rrezikshmërinë e kësaj çështjes mos falja e namazit me xhamat. Edhe mirë ta kuptojmë, nuk është qëllimi këtu që ata nuk e falin namazin. Jo, ata e falin namazin, po e falin në shtëpitë e tyre. Nuk dalin në xhami me xhamat. Që ka dash pejgamberi alayhi salatu wasallam tu andjes atyre shtëpiat e tyre. Prapë thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, pa shad në dorën e të cilit o shpirti jem. Nëse dikush prej tyre kishte ditur, dëgjoni me vëmendje, kishte ditur se te dera e xhamis ose te xhamia mbrenda ka mish. Mish araqan seminan. Do thot Sheikh Abadi hafidhahullah tafi. Do thon një koc me mish që ka shumë pak mish, me pa vlerë. Po ata ashabu dunja, thot Sheikh Abadi, njerëzit e dunjas dhe munafikët, thot Sheikh Abadi, po ta din një gjë që do përfitojnë ata prej dunjas, ata kishin ardhur ta dëshmojnë dhe të prezantojnë në namazin e acis. Edhe nëse është diçka domethënë me pa vlerë. Po pse zemrat e tyre janë të lidhura me dunjan, edhe nëse është pak ata don ta arrin atë. Kurse në anën tjetër, ato 27 shkallë, dhe ai shpërblim madhështor, dhe të qenurit me muslimanët, dhe të falë bashkë me muslimanët, kjo atyre s'u lën për shtypja. Dhe thotë Sheikh Abadi se kjo është rruga e munafikëve. Që kur dinë se diçka ka prej dunjas me përfitu, atëherë ngaren ata. Dhe janë të parit, dhe mundohen. Dhe e ka thënë këtë pejgamberi alayhi salatu wasallam, "Walladhi nafsi biyadi", këtu bën qasm, pejgamberi alayhi salatu wasallam betohet. "Law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu 'araqan saminan, la shahida al-'isha." Nëse kishte ditur se ka ndonjë mish, domethënë ndonjë cop, thotë Sheikh Abadi, me pra vlerë, jo mish tamam, me tul, ai thoni me tul. Ju njerëzit e gjuhës, ku ti themi, shkupit. Se baza është në shkup. Si do qoftë, do më thonë, kjo tregon do më thonë, për rrezikshmërinë e kësaj çështjes, dhe se muslimani duhet të jetë, do më thonë, të kujdesshëm. Edhe ne kena dëgju prej vëllezërve çështjet e iftareve. Kur din dikush se ka iftar, prezantojnë në mësim. Kur s'ka iftar, zvinë në mësim. Edhe kjo është në atë drejtim. Pastaj, nëse se keni ftu në iftar, preket. Nuk keni ftu. Nuk na keni ftuar, do më thënë. Kurse nëse e ftojnë në mësim, bëhet i shurdhër. Kurse ajo që të bën dobi realisht, ja Abdallah, ajo që të bën dobi, do më thonë, jetën tënde, në dunja dhe në ahiret, është dia. Edhe ju vete e kuptoni, do më thonë, sa është çështja e thellë, do më thonë, shikoni gjithë këto mesail. Jo sujud e shukër, jo sujud e tilawa, kur bëhet, si bëhet, jo tash namazi me xhamat, rregullat. Edhe thotë Sheikh Zeidi rahimahullah se ky hadith është argument i prerë se namazi me xhamat në xhami është obligim. Për vetën se dhe është min kebair adh-dhunub, është prej mëkateve të mëdha. Për vetëm se nëse robi ka justifikim fetar ose justifikim shariatik. Atëherë do më thonë, edhe do përmendim, do vin tash në vazhdim, do thonë, justifikimi është smundja ose frika e të ngjashme. Sa i përket, do më thonë, Imam Ahmedi rahimahullah dhe xhumhuri selef, si për shembull Sufjan al-Thauri, al-Auzai, al-Hasan al-Basri, Ishaq ibn Rahaway, Ibn Khuzaimah, kështu me radhë, e kanë mendimin, do më thonë, se namazi me xhamat është fard ain. Është, do më thonë, obligim individual. Imam Shafi rahimahullah dhe një pjesë të madhe të shokëve të Imam Shafiut, do më thonë që kanë ndjek me dhëpin e tij, është fard kifaja. Se është fard kifaja. Imam Malik rahimahullah
ka thonë domethënë dhe një pjesë madhe të shokëve të tij se është sunnatun muakkada. Dhe një rivajet ka edhe prej Abu Hanifës që ka thënë një gjë e tillë se namazi me xhamat në xhami është sunnatun muakkada. Dhe mendimi i katër është të dhahirive dhe po ashtu të Sheikhul Islam Ibn Taymi rahimullah se është domethënë kusht për saksinë e namazit. Është kusht për saksinë e namazit, i përmendim këto domethënë që ti keni dëgju, por e sakta është domethënë mendimi i parë, edhe që është xhumhur e selef, që është fard ain. Nëse dëgjon me kusht, e dëgjon domethënë ezanin dhe nuk i përgjigjesh, atëherë namazi pranohet në shtëpinë tënde, por ti ke bë mëkat. Dhe Sheikh Zedi thot min kebair dhunub, prej mëkateve të mëdha, prej mëkateve të mëdha. Pastaj hadithi i radhës 368 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله متفق عليه. Dhe në një transmetim tjetër që transmeton al-Hakim thot la tamna'u an-nisa an yakhrujna ila al-masajid wa buyutuhunna khairun lahunna. Domethënë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam mos u andaloni robëreshave të Allahut xhamit. Dhe në transmetimin tjetër mos u andaloni grave kur dëshirojnë të dalin për në xhami, por shtëpiat e tyre janë më mirë për to. Janë më mirë. Për vetëm se thot Sheikh Zedi rahimullah, nëse ka do një mësim, do një këshill që ajo e dëgjon domethënë, atëherë është mirë me dal, me dëgju, por me kusht domethënë, por me kusht që mos të jetë domethënë e veshur me veshje që bi në sytë e burrave. Domethënë thot Sheikh Zedi rahimullah, ghair fatinatin wala muftina. Pa me qenë ajo që shkakton fitnet e burrat e as ajo me ran fitne. As ajo me ran fitne e as me shkaktu të burrat domethënë fitne. Por të kthehet thot Sheikh Zedi salima wa ghanima. Kthehet domethënë e shpëtuar dhe duke përfituar diçka për asaj daljes. Imam Shafi'i rahimahullah ka mendimit që ky hadith kufizohet vetëm për gratë që janë në moshë të shtyrë. Kurse gratë që janë domethënë në moshë të re, falen në shtëpi. Kurse gratë domethënë që janë në moshë të shtyrë, ata domethënë na bën me dal. Ebu Hanifa rahimahullah thot, lil kebira për ata gratë që janë të shtyrë në moshë dhe në namazet që janë gjatë natës, jo namazet e ditës me dal. Si atësia dhe sabahu. Shkone do thonë, si kanë mendu djetarët do thonë. Shafiu thot vetëm gratë në moshë të shtyrë. Pastaj Abu Hanifa shton edhe një kusht tjetër, që vetëm në namazet e që janë në, do më thonë, terë kur është koha, do më thonë, jatësia dhe sabahu. Por mendimi i saktë është se ky hadith vlen për gratë në moshë të re, edhe në moshë të shtyrë, dhe për të gjitha namazet. Sepse ky hadithi i dytë, ose rivajeti i dytë, la temna un nisa, en nisa, gratë. En nisa, do më thonë, janë në mënyrë të përgjithshme këtu. Përfshihen, do më thonë, ato gratë që janë në moshë të re, edhe ato gratë, do më thonë, që janë në moshë të shtyrë, por me kujdes, si që është në hadith i radhës 369, عن زينب الثقفية امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا رواه مسلم. Zeynep al-Thaqafia radiallahu anha tregon se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë neve kur njëra prej juve del në xhami, do thonë me fal namazin me xhamat, atëherë mos me prek asnjë farë lloje parfumit. Do thonë as mos me qenë parfumosur, e as do më thonë me petka, me veshje do më thonë që bin në sy. Por tjetë e veshur do më thonë si pas normave të islamit dhe larg do më thonë në veshjeve që mundet me shkaktu do më thonë në shikimet e burave të huaja. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Dhe shtëpit e tyre janë më mirë për to. Për do më thonë
për gratë. Për vetëm se thot Sheikh Zeid rahimullah, me dëgju do një këshill, do një mësime të ngjashme, atëherë është domethënë mirë me dal, dhe nëse dëshiron domethënë, atëherë zbon domethënë me e pengu. Zbon me e pengu në atë kuptimin nëse i përmbush domethënë kushtet, veshjen e kështu me radhë. Pastaj hadithi i radhës, عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. Këtu të ky hadith i cili transmeton Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë njerëzit që më së shumti kanë shpërblim për namazet e tyre janë ata që më së largti jetojnë domethënë prej xhamive, që më së shumti domethënë ecin për në xhami. Dhe ai i cili e pret namazin për me fal me imamin me xhamat e ka shpërblimin më të madh se sa ai tjetri domethënë që e fal dhe pastaj flen. Këtu min alladhi yusalliha thumma yanam ay yusalliha munfaridan, do të thonë e falë vetë. Që tregon do më thonë se mendimi i parë të dietarëve që thamë xhumhurit është i sakt që namazi do më thonë kur e fal njeriu vetë nuk është sipas mendimit të dhahirive që është kusht i saktësisë, por është do më thonë në fard ain që nëse nuk e bën do më thonë në xhami, do më thonë duke pas mundësi dhe dëgjon ezanin, atëherë ke bërë mekat. Sepse këtu thot pejgamberi alayhi salatu wasallam min alladhi yusalliha thumma yanam. Do thonë ai tjetri ka shpërblimin më të madh i cili më së shumti ec drejt xhamis dhe pastaj është duke pritur imamin dhe e fal me imamin me xhamat, sesa ai tjetri domethënë që e fal në mënyrë individuale në shtëpinë domethënë e tij. Dhe ky hadith e marrin ata dietar si Imam Shafiu rahimullah dhe njerëzit e tij, shokët e tij, ndjekësit e tij, këtë hadith e marrin si argument se namazi me xhamat në xhami është sunnetun muakkada. Sunnetun muakkada. Sepse pohohet këtu domethënë edhe namazi atij që e fal munfaridan, domethënë i vetmuar në shtëpinë e tij. Por padyshim domethënë që robi, siç e thamë edhe sahabët ridwanullahi alejhim, bëshin përpjekje të mëdha domethënë për faljen e namazit me xhamat në xhami. Edhe në raste domethënë kur ishin të smur. Edhe në raste domethënë kur ishin të smur dhe kjo tregon vlerën e madhe të namazit me xhamat. Që nuk duhet njeriu domethënë këtë pjesë me e nënglizhu. Por patjetër domethënë se çdo ecje për në xhami, siç e thotë Sheikh Zeidi rahimahullah këtu, si ka ardhur në hadith, që njeriu domethënë kur merr abdest në mënyrë të bukur dhe të mirë dhe pastaj fillon me ecë në xhami, për çdo domethënë hap që e bën domethënë i ngritet atij një shkallë dhe i falet atij të një mekat ose i fshihet atij domethënë ose i shlyhet atij domethënë një mekat dhe robi kur e bën një gjë e tillë domethënë ecjen për në xhami edhe kthimi nga xhamia duhet domethënë me e bë me synim që të fitojsh shpërblim të Allahu subhanahu wa taala. Mos jetë domethënë ecje domethënë e rëndom, e zakonshme. Po ecish domethënë me synim që të shkosh në xhami ta falësh namazin me xhamat dhe sinon shpërblim për atë ecjen që je duke shkuar. Sheikh Abadi hafidhahullah në shpjegimin e kësaj pjese është pyetur po si është çështja e shkuarja në xhami me makinë. A ka të njëjtin shpërblim? Thot Sheikhu hafidhahullah se shpërblimi është në bazë domethënë të lodhjes dhe të mundit. Edhe padyshim që njeriu bën lodhjen në një farë lloj formë, edhe kur shkon me makinën, ka harxhime, ka mund domethënë, edhe padyshim domethënë se edhe për të shpërblehet. Pastaj hadithi i radhës عن حشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر رواه ابن ماجه والدارقطني وإسناده على شرط مسلم وقد أعله بالوقف.
E transmeton këtë hadith Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë kush e dëgjon thirrjen, do thon thirrjen këtu ezanin dhe nuk vjen, nuk i përgjigjet, atëherë nuk ka namaz për të. Fala salata lahu ay la salata lahu kamila. Do thon nuk e ka namazin, nuk ka namaz të plot. Aq problemin të plot, domethënë jo që nuk ka namaz, nuk i mohohet domethënë këtu namazi që në origjinë. Jo ai ka namaz. Por, do më thonë, jo kamil, jo i plot. Illa min udhrin, për vetëm se do më thonë me do një arsye. Dhe ka në një rivajet tjetër, ku i është thonë Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhuma, menil udhr, çka është ajo arsyetimi, çka vlen si arsyetim do më thonë në fejnë Allah subhanahu wa ta'ala, qal, khaufun au marad, frika dhe smundja. Frika për çka? Frika ndaj nefsin tënë, frika ndaj pasurisë tënde dhe frika ndaj familjes. E kam dëgjuar një student në Medinë, që kam pas në klasë, dhe asaj kohë ka qenë selefi, po pastaj me Ibn Hadi i dallashiti punët. Më ka tregu se kur ka qenë në Irak, kur kanë dalë për fexher, me falë sabahun në fexher, në disa raste tha, snajperi të rinë të ke gjoksi, tu kes për në xhami. Do më thonë, ato ushtarat e Amerikës që kanë qenë në Irak, në këtë mënyrë, do më thonë, i kanë nënçmu dhe i kanë torturu, do më thonë, muslimanët. Qa i thoshe, do më thonë, të rinë të ajo e kuqja këtu të gjoksi. Se ne kur thëmi, Abdullah ibn Abbas thot, çka është udhër, khauf edhe marad. Smundje, mirë, smundje kuptojmë krejt, i smur, smundëm të lëviz, i lodhur, i stërlodhur, ama khauf, për çka me pas frikë. Jo, ne s'kena përjetu rastet të tilla. Barakallahu fikum. Edhe do ta falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për këto mirësi dhe dhunti që i kemi. Ose ka frikë domethënë për familjen e tij, ose për pasurinë. Janë çështje domethënë të lidhshme. Men semia nida, kush e dëgjon thirrjen, domethënë ezanin. Këtu domethënë namazi me xhamat është i kushtëzuar me dëgjimin e thirrjes, me dëgjimin e ezanit. Që do të thotë, men lem yasma, ai i cili nuk e dëgjon thirrjen e namazit, domethënë ezanin, nuk e ka për detyrë namazin. Si nën kuptohet kjo dëgjimi? Si rregullohet kjo? Çish është babit këtu? Rregullimi i kësaj dëgjimit të thirrjes për namaz. Rregullimi i kësaj është dëgjimi i thirrjes, do thonë i ezanit, me zërin e muezinit, do më thonë pa mikrofon. Do më thonë thirrja e muezinit pa mikrofon nga një vend, do më thonë i lartë. Do thonë duke qenë muezini në një vend të lartë, dhe duke mos me pas pengesa për ndërtesave që janë sot, do thonë ndërtesa të larta. Do thonë me qenë muezini, edhe me qenë muezini me një zë, do më thonë na, jo i dobët, që është në moshë të shtyrë, do shta dhe, jo, qenë do më thonë muezin me zë, do më thonë zë mesatar. Zëri i ti do thonë tjeti mesatar, dhe ti do më thonë në një vend i lartë, dhe mos me pas pengesa. Këta në kushtet. Edhe prandaj po i shohim domethënë pyetjet që janë bërë dietarëve, Sheikh Uthayminit rahimullah, Sheikh Al-Albanit rahimullah, Sheikh Bin Bazit rahimullah. Cili është kushti domethënë? Kushti është thotë se ne që jemi mësuar domethënë me këto të menduarit e perëndimit, duam domethënë ta llogarisim më njëherë me kilometra, se këtu tash urin mendja ndoshta. Po sa kilometra? Jo, Sheikh Al-Albani rahimullah i thotë atit Allah yehdik. Allahu të udhëzoft, a dëgjove përgjigjen time. Do thonë Sheikh Albani, din këta halebista që dun të shfaqin Alebiu edhe Meshur Haseni që kanë në rrugën e Sheikh Albanit, asnjë sen me Sheikh Albani ata. Sheikh Rabia është në rrugën e Sheikh Albanit. Sheikh Albani thot, kushti është men semja nida, kush e dëgjon thirrjen. Ai thot 3 kilometra. Sheikhu thot a dëgjove ti zërin të, a dëgjove ti domethënë përgjigjen time? Po me gjithat, El Qurtubi,
dhe kjo është një fjalë ose një rivajet nga Imam Ahmedi dhe po ashtu Imam Maliku, kanë thënë distanca është farsakhun, farsakh. Farsakh për afërsisht do më thonë, me llogaritë të sotshme 4 deri 5 kilometra. Por prap kthehet çështja do më thonë te dëgjimi dhe dietarët thonë këtu se një gjë e tillë që ti ta dish do më thonë, bëhet do më thonë duke e provu, duke e testu një gjë e tillë. Se prap do vinë jo po sa ishte tash. Ishte duhet me testu do më thonë. Po për afërsisht el-Qurtubi rahimullah ka thënë dhe kjo është një fjalë prej fjalëve të Imam Ahmedit dhe po ashtu Imam Malikut, farsakhun. Disa prej dietarëve kanë thënë rregullorja këtu është që ti kur e dëgjon ezanin, ki vakët morish abdest, edhe të shkojsh në xhami edhe ta kapish namazin. Sepse thotë Sheikh Albani rahimullah dhe ky imam i talentuar jashtëzakonshëm, thotë nëse ti je në një mal, edhe në anën tjetër ka një mal tjetër të lartë, via erore ahsent, Allahu trujt, via erore shumë afër. Ama ti pos drype nga mali, edhe të shkojsh të hypi si për atin malit, ata të hik namazin. E kuptuat tash? Do më thonë, si për afrim të çështjes, prapë themi, që të marrish abdest, kur e dëgjon do më thonë ezanin, të kesh vakët të marrish abdest, edhe të shkojsh në xhami do më thonë me ecje normale, edhe ta kapish namazin do më thonë me xhamat. Ose me fjalë tjera do më thonë për afërsisht një 4 kilometra. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Pasaj hadithi i radhës, النافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في ليلة باردة أو مطيرة في السفر. ذا حديث تيتر ترسمتون أبو داود من حديث ابن إسحاق النافع عن ابن عمر قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في ليلة المطيرة. Këtu Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma duke qenë në një udhëtim bidhajnan dhe thotë që Abadi është mes Mekës dhe Medinës, kur e ka bërë ezanin, do më thonë, ka thonë gjatë ezanit ose pas ezanit, sallu fi rihalikum, faluni do më thonë në te vendet tuaja, faluni do më thonë te çadrat tuaja, aty ku jeni vendosur. Dhe kjo ka qenë do më thonë në gjatë një natë e ftoft dhe një natë do më thonë me shi, ose me shi, thot lejletun barida au matira. Thot një natë do më thonë që është ose me erë të madhe, ose do më thonë me shi do më thonë të fuqishëm. Atëherë, dhe kjo ka qenë fi safar. Prandaj Ibn Abdul Hadi rahimullah sill hadithin 373, ku thot do më thonë Abdullah ibn Omeri, nada munadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bidhalika fil Medina, duke qenë në Medinë, do thonë, se dikush mundet me thonë se këto arsye që mos me shkun me fal me xhamat namazin, vlejnë vetëm gjatë udhëtimit, nuk vlejnë duke qenë në vendin ku jeton. Po e sjell Ibn Abdul Hadi edhe hadithin tjetër që më na tregon do të thonë kur është një natë shumë e ftoft, ose ka shi, ose në rastet tona do të thonë ka shumë borë. Atëherë do të thonë është justifikim prej justifikimeve sheriatike, siç e shohim këtu do të thonë hadith që me fal namazin në shtëpi. Kjo sallu fi rihalikum, faleni namazin do të thonë në shtëpit tuaja ose në çadrat tuaja. Thotë Sheikh Zejdi rahimullah, kjo kur thuhet, sallu fi rihalikum, ke pjesa hayya ala salah. Në vend me thënë muezini hayya ala salah, hajdini në namaz, e thot dy herë sallu fi rihalikum. Faluni në shtëpit tuaja. Faluni në shtëpit tuaja. Thot Imam Ibn Bazi rahimullah dhe Sheikhul Islam i kohës son se kjo mundet thuhet ke hayya ala salah, me thënë muezini sallu fi rihalikum, si për shembull për ty tash si muezini Mesjidul Fath. Do thonë e thonë ke vend hayya ala salah, e thot sallu fi rihalikum, ose sallu fi buyutikum. Ka edhe ky transmetim. Dhe thot Imam Ibn Baz rahimullah au ba'da al-adhan, ose kjo thuhet edhe mas ezanit. Se ndoshta për dikon është ngarkesë kjo, atëherë e përfundon
siç e thot Ibn Bazi rahimahullah, e përfundon domethënë ezanin deri në fund, siç është ezani, dhe në fund të ezanit thot sallu fi buyutikum au sallu fi rihalikum. 2 herë. Pasaj hadithi radhës, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu, annahu su'ila ani thum, faqal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man akala min hadhihi shajara fala yaqrabanna wala yusalli ma'ana, muttafaqun alayh. Anas ibn Malik radiyallahu anhu është pyetur në lidhje me hudhrën ose çepën dhe preshin. Atër ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, kush han prej kësaj, le të mos afrohet tubimeve tona dhe as mos me fal namazin me ne. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah, kjo për sahabët ridwanullahi alehim e kanë pas si lloj dënim, e kanë pa vetveten në të sikletosur. Se thot Sheikh Zejdi, në kohën tonë kur njerëzit janë të degeneruar, kjo i duke han qep ose hudhër ose presh para namazit, thot unë jam i justifikuar. Jo, te selefi ridwanullahi alejhim, edhe puna jon ka me ndryshu puna e muslimanëve kur të kthehemi te rruga e imamllarëve dhe sahabëve ridwanullahi alejhim, ata kanë gjetur veten të sikletosur dhe të mërzitur mos me marr pjesë në namazin me xhamat. E jo ti të mendojsh se e kam justifikimin unë, nuk shkoj tash, kum hangër hudhër ose presh ose çep, ose të ngjashme që vjen erë të keqe. Dhe thot Sheikh Abadi hafidhahullah, edhe ma e keqja se kësaj është pirja e duhanit. Kjo erë është edhe ma e neveritshme, thot Sheikh Abadi. Edhe Sheikh Zejdi rahimullah. Edhe kjo erë e duhanit, jo vetëm që është e neveritshme, po është edhe dëmtuese për shëndetin e njeriut. Është dëmtuese për shëndetin e njeriut, dhe nëse, që thot Sheikh Abadi se hudhra ose presh ose çepa, janë përgjeshjeve të mira që i ka njeriu halal, por jo para namazit ose kur është koha afër namazit. E këta janë të ndaluara pirja e duhanit. E shtoja kësaj i vjen erë të neveritshme dhe shtoja kësaj e dëmton shëndetin e tij. Edhe pastaj është turpi i madh që njerëz shkojnë në haxh, shkojnë në umra, edhe reshditën aty te dera e hotelit, edhe pin duhanin. Edhe pastaj shkojnë edhe fal namaz me muslimanët. Kjo i shqetëson muslimanët dhe i shqetëson edhe melaçet. I shqetëson melaçet sepse innal malaikata tata'adha mimma yata'adha minhu banu Adam. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam se edhe është në Sahih Muslim se melaçet u pengon ajo që u pengon bijeve të Ademit. Duhet një gjë e tillë me e lënë. E sidomos mos flasim as është dikush selefi. Me pi duhanin është gati e pa imagjinueshme që dikush më thon vetë se jam selefi dhe me pi duhan. Sa i dobët duhet të jetë ai njeri në karakterin e tij. Sa i dobët duhet të jetë ai njeri në karakterin e tij. Sepse kur këto gjëra që janë të lejuara në esencë, po ndalohen pak para namazit, atëherë si është puna e duhanit. Edhe pastaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, fala yaqrabna wala yusalli ma'na. Do thonë as mos më na afro, se ai kur rrin me muslimanët, kur shkon në mexhliset e tyre, në tubimet e tyre, i shqetëson me atë erë, e pakëndshme, nga hudhra dhe preshit dhe çepa. E si është puna atij te duhani, ai edhe më shumë i shqetëson. Ai edhe më shumë i shqetëson, sepse thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, dhe ky hadith është argument që njeriu namazliu kur shkon në xhami, në një shtëpi prej shtëpive të Allahut subhanahu wa taala, atëherë duhet që ai të jetë në mënyrë më të mirë, nga pastërtia e petkave, nga pastërtia e trupit, nga pastërtia e gojës së tij, nga pastërtia e kokës, nga pastërtia e erës, e kështu me radhë.
Edhe pasaj hadithi fundit të këtij mësimit, an Yazid ibn al-Aswad annahu salla ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bi Mina wa huwa ghulamun shabun. Po këtu më iku kjo, po el-kemalu lillah, te pjesa e hadithit me nësem janë nida, kush e dëgjon thirrjen. Kush e dëgjon do të thonë thirrjen, kush e dëgjon do të thonë ezanin dhe nuk i përgjigjet, nuk ka namaz për të. E sakta është ky transmetim se nuk është hadith, thënje e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Po e sakta është këtu domethënë që është thënje e Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu, domethënë se thot Daraqutni qad a'allahu bil waqf. Domethënë ka illa, ka defektin domethënë që është mauquf, sinxhiri i ndalur vetëm deri tek Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, e nuk është i vazhduar deri te pejgamberi alayhis salatu wassalam, dhe një mendim të tillë kanë pas se është mauquf Imam Muslim, Imam Ahmedi dhe Emirul Mu'minin fil Hadith Imam al-Bukhari rahimahullah. Do thonë kjo është mauquf i ndalur te Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Se pasaj ke këto imësit e vogla kështu që janë, a është thënje pejgamberit alayhis salatu wassalam, a është thënje Ibn Abbasit, dallon këtu gjykimi. Prandaj kanë ardhur mendime, Imam Shafiu thotë sunna muakkada, Imam Maliku thotë se është fard kifaja kështu me radhë. Shkaku domethënë se ata nuk e shohin këtë se është thënje e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Edhe në bazë të këtyre gjërave i ndërtojnë ata edhe gjykimet dhe mendimet e tyre. عن زيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بمنى وهو غلام شاب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائسهما فقال لهما ما منعكم أن تصليا معنا قال قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام لم يصلي فصلي معه فإنه لكم نافلة. E kanë transmetu Imam Ahmedi, Abu Davud, An-Nesai, Tirmidhi e ka bërë sahih. Kjo ka qenë domethënë në Mesjid el-Khaif, Mesjid el-Khaif që është në Mina, në haxhin lamtumirës të pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe Yazid ibn al-Aswad është domethënë i dihet ose i njihet vetëm ky transmetim nga pejgamberi alayhis salatu wassalam, që e ka transmetuar se përmendet wa huwa ghulamun shab, do të thonë ka qenë do të thonë moshë të re, moshë do të thonë shumë të re, edhe ka qenë në hax me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe kur e ka falur pejgamberi alayhis salatu wassalam namazin, atëherë kur është kthy karshi njerëzve, ka pa dy persona do të thonë mas që nuk janë falur. Atëherë i ka ftuar, do të thonë ka dërguar dikën që më i ftua ato njerëz dhe i ka sjell ai tjetri. Kur kanë ardhur ato të dy që nuk e kanë falur namazin, pastaj nuk janë lidhur në namaz me pejgamberin alayhis salatu wasallam, duke ardhur tur'adu faraisuhuma, u janë dridhur domethënë këtu, kjo pjesa e trupit. Po domethënë i burr takon aty. Burri i burrave. Prijesi i bijeve të Ademit. Pejgamberi alayhis salatu wasallam ka pas plot burrni. Edhe ata që kanë pasu pejgamberin alayhis salatu wasallam ka qenë burra, plot burra, domethënë plot kuptimin e fjalës burra kanë qenë. Prandaj o fjala që Abdullah Buharit kët menhexhi i këtit, menhexhi i pejgamberit alayhis salatu wasallam. Se Sheikh Rabia nuk ka menhexh tjetër përveç se menhexhi i pejgamberit alayhis salatu wasallam. Dhe Sheikh Ubejdi rahimahullah po ashtu. Kët menhexh të këtyre burrave se majnë dot për vetëm se burra të vërtet. Për vetëm se burra të vërtet. Shikoni, tur'adu faraisuhuma, janë dridhur ata. Edhe megjithatë se pejgamberi alayhis salatu wasallam ka qenë mësuesi për kryer dhe i butë, u ka thonë ma mana'akum an tusallia ma'ana, çka u pengoi juve të faleni me ne. Shikoni, të thonë tash, jo me njerë me i sulmu, me i akuzu, ju kështu, ju ashtu, edhe kjo është rruga e pejgamberit alayhis salatu wasallam, edhe kanë pa edhe ke kitabu tauhid, edhe në shumë hadithe. Njëherë domethënë pyet shkaku, pse, çish, ku. Jo njerë gjiko, pastaj hajde shohim si ka qenë muhabeti. Jo, ma mana'akum an tusallia ma'ana, çka u pengojt, që të falem me ne. Ata kanë thënë, u falem domethënë në çadrat tona. Jena falur domethënë çadrat tona. Atëherë
u ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, fala taf'ala, mos e bëni një gjë të tillë. Tash këtu ke fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam, fala taf'ala, ka dy kuptime këtu. Kuptimi i parë është mos e veproni një gjë e tillë që mos të ngjiteni në namaz, po ngjituni, lidhuni në namaz. Sepse disa prej dietarëve kanë kuptuar la taf'ala, do të thonë mos e bëni që ta falni namazin në çadrat tuaja. Se është ama konteksti i hadithit e jep do të thonë kuptimin e parë. Mos e bëni një gjë e tillë, do të thonë, erën tjetër nëse ndodh prapë një gjë e tillë dhe ju vini në xhami dhe e gjeni imamin, atëherë do të thonë lidhuni dhe faleni namazin me imamin. Ajo është për juve, do të thonë pastaj fa innahu lakum nafila. Është nafile për juve. Është do të thonë nafile. Por prap Imam Ahmedi rahimullah thot, ai i cili e fal namazin në shtëpinë e tij, qoftë vet ose me xhamat në shtëpinë e tij, kur vjen në xhami i lidhet imamit. Xhumhuri thot jo. Nëse ka fal në shtëpinë e tij vet, kur vjen në xhami lidhet. Nëse ka fal në shtëpinë e tij me xhamat, kur vjen në xhami nuk lidhet. Po ajo që është e sakta lidhet në bazë të këtij hadithit. Do më thonë, edhe nëse ka falë në shtëpinë e tij me xhamat, ta zem për shembull me familjen e tij, kur vjen në xhami dhe gjen imamin duke falë namazin, atëherë i lidhet dhe e fal namazin me të dhe ajo është, do më thonë, nafila për të. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.